Pa dyshim mendoj që Zoti Kurti një, Pilau Konjufca edhe Donika Gërvalla janë të pazavendësueshëm në lëvizjen vetëvendosje. Kur marrim dhe analizojmë të, po them kushtimisht të 4 subjektet e mëdha politike, atëherë tek Lidha Demokratike duhet me e pa vesh një gjë. E para është një pazar politik, Bashkimi i Vjosa Osmanit me Lumena Abdixhikun. Ndërsa tek Partia Demokratike unë e kam pa që këta emrat, të cilët janë të rinj, në një farë forme e kam paraqit edhe në atë Partinë Demokratike që do ta donte ndoshta secili qytetar i këtij vendit. Mendoj se ndoshta në Partia Demokratike është pastruar. Hajtë, po shkojmë kështu. Veç jam unë me a. Po. Jemi te lëvizja vetëvendosje. Po, selektomi 10 deputet. Pa dyshim. 10 deputet vetëvendosje si pas jush. Pa dyshim, mendoj që Zoti Kurti një, Pilau Konjufca edhe Donika Gërvalla janë të pazavendësueshëm në lëvizjen vetëvendosje. Nëse në kjo nguxo. Donika Gërvalla pazavendësueshëm në lëvizjen vetëvendosje. Këtë gjatë deklaron. Ajo është çështje që ti mundesh me e pa. Në kuptimin e asaj se çfarë ka bërë. Po them edhe lëvizja vetëvendosje edhe në sistemin e sigurisë është Zoti Maqedonci që unë kam shumë respekt. Ejup Maqedonci? Që unë kam jashtëzakonisht respekt. E dyta, Artanin nuk e njoh personalisht, Artan Konoshevcin, vllahun e Ilir Konoshevcit, është bukur, po them kushtimisht vlerë në lëvizjen vetëvendosje. Pastaj, nëse fillojmë, ka e fundit, Haki Horuglica është një djalë i ri, i cili në moshën 22 vjeçare ka qenë në Kombet e Bashkuara bashkë me kryeministin Kurti apo në Këshillin e Sigurimit dhe për të ndaj respekt jashtëzakonisht veçantë. Për Haki Horuglicën mundet me fol edhe kryetari i komunës së Gjilanit sepse është drejtar atje. Unë du një me ta marr. Edhe kretëve kur vjen televizja vetëvendosje, një emër që sugjeroj unë me u votu gjithmonë është Arber Rexhaj. Mirë, unë ju keni mi zgjedh 9 ju keni mi zgjedh vetëvendosjes 10-in unë gjithë. Duke njoft për afër dhe konsistencën që ka bën ndaj lëvizjes vetëvendosje, mendoj që Adnan Rustemi e meriton edhe një herë të jetë deputet i Kuvendit të Kosovës. Tutje, kryetari ish kandidati për kryetar të komunës së Lipjanit, Zoti Ilir Qiriqi me numër 52, është në të gjitha format, është përgatitje jashtëzakonisht e mirë dhe i bën jo vetëm nder, ndoshta lëvizje vetëvendosje, po edhe përfaqësimi të qytetarëve të Lipjanit në Kuvendin e Kosovës. Tutje, mendoj që Triera Kosumi është një nga kuadrat e guxos ndër më të përgatiturat. Sekretarit, i ke pas rastin ndoshta me debatu disa herë me të. Jo, veç një herë kom thirrë në telefoni, kom bot të lashëm rana partisë, e kjo më kësot mu kryo banalist. S'ka gojle. Unë e kom respekt për të. Shkojmë 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, u kry.